Kryusen e qiellit të tokës, në Jezu Krishtin, birin e Tij, një të vetë me Zotin tonë, I cili u su për hyrë të shpirtit shenjtë, foljen për Virgës Mari, të cilat u në kryshdi që vorru e zbritin mbi ferë, të tretën ditën gjatë së vdekur u ngrit në qiell, rinan djallë Zot, atë në gjithë pushtet që mandej ka me ardhë me gjiku e gjallë të vdekur, besojmë shpirtin shenjtë. Të gjitha gratë, bekuar fryt I barkut të Jezus. Të falë Mari, hërpët e Zoti me Ty e bekuar jemi të gjitha gratë, bekuar fryt I barkut të Jezus. Atë të mirë të shpirtit shenjtë. Si ka qenë në që u shleptu e ndërruar të e të në mejtën Zot. Shajtë e doktorisë në dërgjitin e Jezu Krishtit në qiell të shëndetit, aty që në qiell të shajtë në vdekje në vargës në ajo të baptesa jo të si të qiell. Mari, hërplotë Zoti me Ty e bekuar jemi të gjitha gratë, bekuar fryt I barkut të Jezus. Të falë Mari, hërplotë Zoti me Ty e bekuar jemi të gjitha gratë, bekuar fryt I barkut të Jezus. Të falë Mari, hërplotë Zoti me Ty e bekuar jemi të gjitha gratë, bekuar fryt I barkut të Jezus. Të falë Mari, hërplotë Zoti me Ty e bekuar jemi të gjitha gratë, bekuar fryt I barkut të Jezus.
Të fale Mari, tërplotën Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, bekuar fryti i varfër tënd Jezus. Të fale Mari, tërplotën Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, bekuar fryti i varfër tënd Jezus. Të fale Mari, tërplotën Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, bekuar fryti i varfër. Qosh levduen dhe ruezoja beku me nëna e të nëzot. O Jezus i jem, na i falë në fatët të në, shkona prekujam të sferi, e qona në parri që shpirtët, por si dhe mos prata, që kanë ma shumë në kujtë më shirë të shpirë. Në të tretin shetë në turisë në ndojmarvin e shpirtit shetë vja postu i ditë në rëshajve, atyn që në gjellë u shejtë rofte e mryët, artë mretvija jute, o abodesa jute, si në qillë ashtu në tokë. Të fale Mari, tërplotë e Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, e i bekuar fryti i varfër tënd Jezus. Të fale Mari, tërplotë e Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, e i bekuar fryti i varfër tënd Jezus. Të fale Mari, tërplotë e Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, e i bekuar fryti i varfër tënd Jezus. Të fale Mari, tërplotë e Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, e i bekuar fryti i varfër tënd Jezus. Të fale Mari, tërplotë e Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, e bekuar fryti i varfër tënd Jezus. Të fale Mari, tërplotë e Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë. E bekuar jemi të gjitha gratë, e bekuar fryti i varfër tënd Jezus. Të fale Mari, tërplotë e Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, e bekuar fryti i varfër tënd Jezus. Fale Mari, tërplotë e Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, e i bekuar fryti i varfër tënd Jezus. Të fale Mari, tërplotë e Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, e i bekuar fryti i varfër tënd Jezus.
Fjatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Qofshe ku e ndërruar doja me kumeno na jetën sot. O Jezusi em, na e falë mëve tona, shto na prej plamës vere, e qona pari të shpirtra, por sidomos ata që kanë më shumë nevojë për mëshirën tënde. Në të kohët e shenjtë e lumturisë të mendojmë gjitjen e Zojës bekuar në qiell me sot dhe me shpirt. Aty që në qiell ku shenjtë emri e Arme, Babën e sa jote, si në qiell ashtu në tokë. Të fale Mari, plot të Zotit e qenë, kuar jemi të gjitha gratë, e bekuar fruti i barkut tënd. Lutë për ne o shenjtja në natën sot. Si pas jetit atit shenjt, aty që në qelë ku shëtron, mbretëria jote, vullnesa jote, si në qelë ashtu në tokë.
Të falë Mari, përplot e Zotit me ty e bekuar je në të gjitha gratë, e i ka e parë në I dashur Don Ljush Gjergje, në këtë ditë të veçantë të kërcënimit tonë, dëshirojmë t'ju shprehim mirënjohjen tonë të sinqertë për praninë, kujdesin dhe shërbimin tuaj baritor. Me urtin, fjalën dhe dëshminë tuaj të jetës së krishterë, na keni ndihmuar të njohim më mirë Krishtin dhe ta duam më shumë kishën e tij. Për ne, kjo ditë është një hap i rëndësishëm në udhën e fesë dhe jemi të lumtur që e ndajmë atë me ju.
Duke marrë vullin e Shpirtit Shenjt, ne angazhohemi të jetojmë fenë tonë me përgjegjësi, guxim dhe dashuri. Lutemi që dhuratat e Shpirtit Shenjt të na ndihmojnë të jemi dëshmitar të mirë të Ungjillit në familjet tona, në shkollë dhe në shoqëri. Fjalët dhe shembulli juaj na nxisin të ecim me besim në rrugën e Krishtit. Në emër të prindërve, nunave, katekistëve dhe gjithë të rinjeve që sot kërcmohen, ju falenderojmë për lutjet, për kushtimin dhe dashurinë tuaj atërore ndaj nesh. Zoti ju bekoft me shëndet, forcë dhe gëzim në misionin tuaj, që të vazhdoni të jeni bari i mirë dhe dëshmitar i palodhur i shpresës së Krishtit. Ju sigurojmë për lutjet tona dhe ju urojmë bekime të shumta nga Zoti. Në emër të Atit, e të Birit, e të Shpirtit Shenjt. Amen. Hiri Zotit tonë Jezu Krishtit, dashuria e Fëmijët Atë dhe ndikimi i Shpirtit Shenjt qoftë me ju të gjithë. Dhe me shpirtin tënd. Besimtar të dashur, vëllezër dhe motra, në ditën e sotme që përpos të diellës së rëndëm, është edhe dilja e kushtuar shëjtueshme së rini, me fjalë të Shën Palit Apostull ju përshëndesim në emër të shëjtueshme së rini. Në vend të parë, dy vëllezërit meshtar që do të meshojnë së bashku me mua, Don Nue Balabanin, familitarin tuaj, e Don Samuelin, familitarin e Becit, i cili zbashku me të rit dhe me motrat kanë ardhur këtu për të marrë pjesë në ardhjen e Shpirtit Shenjt. Festa e sotme, Ati, Biri dhe Shpirti Shenjt është burim jete, burim frymëzimi dhe burim dashurie. Zoti, si atë i mirë, nuk ka dashur që ta lanë njeriun dhe njerëzimin në robrien e djallit, në robrien e vdekjes, në robrien e mëkatit, por me birin e vetë, vetën e dytë hyjnore Jezu Krishtin, ka ndërhy në historinë e njeriut dhe të njerëzimit. T'ja lejojmë të hyjnë e të ndërhyjnë edhe në historinë tonë, të kishës tonë, kishës katolike në popullin tonë, dikur i lirë dhe arbror e sot shqiptar. Dhe nikosisht ta thrasim Shpirtin Shenjt, vetën e tretë hyjnore, cilin e ka premtuar dhe dërguar Jezusi me fuqien e madhe të Atit në Shpirtin Shenjt,
për ta vazhduar veprën e shëlbimit. Ne jemi vepra e shëlbimit. Ne jemi frytet e shpirtit shenjtë. Ne jemi kjo prani e cila na ndihmon të besojmë, të jetojmë dhe të dëshmojmë se Zoti i vërtet është i gjallë dhe veprues në ne. Prandaj, para sa ta vazhdojmë meshën shenjte, me zemër ta falenderojmë Zotin për këtë ditë të madhe, për dhuratën e fesë, shpresës dhe dashurisë që e kemi marrë prej Shëmpalit dhe nxënësve të tij. Mas se 2000 vjet jemi të krishterë, por a jemi vetëm me emër e me traditë, apo jemi me jetë dhe me dëshmi? Nikosisht, ti kërkojmë Zotit falje kur jemi mbyllë në vetvete, kur e kemi dëbuar dhe larguar praninë e Zotit në mesin tonë, kur kemi menduar se ne dimë, ne duam dhe ne mundemi, e që është burimi i çdo krenarie të cilën Zoti e kundërshton. Pra, me zemër të penduar, të lypim Zotit falje. Po i rfehem, hyrë të gjithë pushtetshëm, dhe juve o vëllezër e motra, se kam mëkatnuar shumë, me mendime, me fjalë, me vepra dhe me lëshime, për fajin tim, për më të madhin fajin tim. Prandaj, po i porositem s'lumës Marit, gjithmonë Virgjër, të gjithë engjëjve, shenjtë, dhe juve o vëllezër e motra, që të luteni për mua Zotit hyrëtor. Ky i gjithë pushtetshëm pas të mëshirë për ne, na i falë të mëkatet tona dhe na përcjell në jetën e pasosur. Gloria in excelsis Deo. Gloria
Të lutemi. O hy atë, ti e ke dërguar në botë birin tënë, fjalën e së vërtetës dhe shpirtin shëjtrues, për të zbuluar njerëzve misterin e jetës sate, bajt që ne me ndëshmimin e besimit e vërtet, të njohim lavdin e Trinisë Amshuar, dhe të adhurojmë një hyj të vetëm dhe të gjithë pushtet që në për Zotin ton, Jezu Krishtin birin tën, që me ty jeton e mbretëron në bashkim me shpirtin shajt hyj, për të gjithë shekuj të shekujve. Lexim për librit të daljes. Në atë kohë, Mojsiu I latoi 2 rasa guri si të parat. U qua herët në mëngjes e u ngjit në malin Sinai, me 2 rasat në dorë, sikur se I kishte urdhëruar Zoti. Atëherë, Zoti zbriti në re. Mojsiu u ndal aty, ngjati dhe e thirrri emrin e Zotit. Zoti kaloi përpara tij e e shpalli: Jahve, Zoti hy I mëshirshëm e I butë, I durueshëm e shumë I mëshirshëm dhe I vërtet. Mojsiu ra vrik me fytyrë për dhej. Adhuroi e tha: O Zot, nëse kam gjetur hir para syve të tu, po të lutem, udhëto me ne. Një mend është një popull zverngurt, por ti na I fal fajet tona, e me kotet e na prano për pronën tënde, fjala e Zotit. I bekuar je, o Zot, hyj e tërve tonë, I bekuar emri I shenjtë I lavdisate. I bekuar je në tempullin e lavdisate të shenjtë, I bekuar je në fronin e mbretërisate. I bekuar je, ti që shqyrton hymnerët, e që rrim mbi korbin, I bekuar je në kupen qiellore. Lexim për letrës së dytë të Shën Paulit Apostull drejtuar Korintasve. Më në fund, o vëllezër, gëzohuni,
Mos pushoni të përmirësoheni. Ngushëllohuni dhe jeni në përkim njëri me tjetrin. Jetoni në paqe e hyje, prej të cilit buron dashuria e paqja do të jetë me ju. Përshëndeteni njëri tjetrin me puthje të shenjtë. Ju bëjnë të fala të gjithë shenjtrit. Hiri i Zotit ton Jezu Krishti, dashuria e hyjtat dhe bashkësia me Shpirtin Shenjtë qoftë me ju të gjithë. Fjala e Zotit. Lavdjatit e birit e Shpirtit Shenjtë, hyjë që është, që ishte dhe që po vjen. Zoti qoftë me ju. Leximi Ungjillit shejt sipas Gjoni. Në atë kohë, Jezusi i tha Nikodemit: vërtet hyi aq fort e dishi botën, sa që e dha një të vetmin birin e vet. Kështu që secili që beson në të mos birret, por ta ketë jetën e pasosur. Në të vërtet, hyi nuk e dërgoi birin që ta dënoi botën, por që bota të shpëtoi nëpër të. Kush beson në të nuk dënohet, ndërsa kush nuk beson, ai është dënuar që tani, pse nuk besoi në emrin e një lindurit birit të hyjt. Fjala e Zotit. Shumë i nderuar Monsinjor Lushershi, këta besimtar, Kristina Nikaj, Emanuela Dodaj, Raimonda Coli, Fabian Uka, Sebastian Prenka, Ardian Uka, Samuela Frokaj, Barbara Frokaj, Marina Gjergjaj, Elona Gjuraj, Leona Gjokaj, Nikolina Dedaj, Noel Dedaj, Elza Kolaj, Elton Kurtaj, Edonis Kurtaj, Dion Bushaj, Besian Prenaj. Të kësaj famullie të Shënrokut dhe të lindjes së Zojës bekume në Bec, kërkojnë që të pranosh për sakramentin e përforcimit.
a janë të përgatitur për të pranuar këtë sakrament. Katekistët e tyre me kanë referuar se kanë dëgjuar me vëmendje fjalën e Zotit dhe kanë mësuar doktrinën e Kishës së Shenjtë, që në sajt e veprimit të Shpirtit Shenjtë të bëhen dëshmitar të Krishtit në botë. Me gëzim të madh, pranojmë këta bi dhe bija për sakramentin e përforcimit. Falenderoj Ty. Qoftë lëvduar Jezu Krishti, besimtarë të dashur, vëllezër dhe motra, sidomos rini e dashur, sot është një ditë e shënuar jo vetëm në mendjen e zemrën tuaj, por edhe të familjeve tuaja, edhe të famullisë së Novosellës dhe Becit, sepse në ditën e madhe dhe të mrekullueshme të shejtnueshmës të rini, ju përcaktoheni dhe orientoheni të bëheni të krishterë të vetëdijshëm. Dikur është përmend dhe është folur më tepër fjala ushtarake, të jeni mbi të gjitha luftëtarët e Krishtit. E sot të jeni dëshmitarët e Krishtit, të jeni të ri dhe të reja që e dini kush jeni, që e dini çka doni dhe që e dini çka doni me arrit dhe si doni me arrit. Këto tri elemente, kush jemi, çka duam dhe si duam të arrim, janë elemente identitare. Ju pra jeni të krishter apo të krishtera, ju jeni bit dhe bijat e Atit qiellor, ju jeni vëllezërit dhe motrat e Krishtit, ju jeni bashkëpunëtor e Shpirtit Shenjtë. E në aspektin kombëtar jemi i lirë, jemi arbror dhe jemi shqiptar. Mos të harrojmë kur identitetin ton tërfish, edhe kombëtar, por edhe fetar, feja, shpresa dhe dashuria. Prandaj, ai që nuk e din se kush është, ai që nuk e din se çka do, ai që nuk e din se si do të arri atë çka do, është njeri që e luhat, stuhia e luhat fryma e era, dhe është sikur lulja e cila në mëngjes qel në mramje fahat. Kjo famulli është e veçantë për dy arsye, sepse famulitari i saj i parë, Don Shtefan Kurti, është i lumë. Është i lumë të Zoti. Ate e kanë vrarë të patën zonët për arsye se kishte pakzuar një fëmijë të posa lindur në trysnien e një spiune e cila i kërkon të Don Shtefnit, jo, duhet që ti të ma pakzosh fëmijën tim. Dhe Don Shtefni është meshtar, është dëshmitar, është apostull edhe në burg. Prandaj e kryen misionin e vet dhe jo vetëm e pakzon, por me gjakun e tij martir e përforcon dhe dëshmon se është nxënësi i Krishtit dhe apostull i patrembur i shejtnueshmës të rini. Në anën tjetër, famullia juaj, Novosella, mund të krenohet edhe para Zotit, edhe para robit, edhe para njerëzimit. Mesa juaj, Shënana Tereze, është shejtnesh. Shejtnesh e hinduizmit, shejtnesh e budizmit, shejtnesh e islamizmit, shejtnesh e të krishterëve,
shenëtreshet pa feve. Para një javë kam qenë në Oslo dhe atë e kam përjetuar në ngjarjen për cilën zbashku me të ndjerin im Zotnik Prelën, zbashku me të ndjerin Lazar Bojaxhiun, vllaun e nanës Tereze, zbashku me të ndjerën Age Bojaxhiu Gutadavro, që ishte mesa e nanës Tereze në Oslo, para 47 vjete kemi përjetuar mrekullin. Dhe bota pyetej, kush është kjo grua që po e merr shpërblimin Nobel? Çka ka bën kjo për paqe? Që nana Tereze ka bën më shumë se gjithë diplomatët e agjencitë e përfaqësitë e parlamentet e ndryshme të Evropës dhe të botës. Çka ka bën ajo? Ajo e ka dëshmuar se Zoti dashuri është burim i vllaut apo motrës njeriu. Apo e shihni sot ku kemi ardhur? Nuk e njohim vetveten, nuk e njohim njëri tjetrin. Kemi rënë në ndikimin e materializmit, konsumizmit, hedonizmit, relativizmit dhe ateizmit praktik. Sot pak kush, mos të them askush, nuk e lufton ideologjikisht fejen, por a mjafton ta kemi lirinë për të qenë të krishterë? Jo. Se liria është para kusht vetëm, por liria nuk na bën as njerëz, as të krishterë, aq më pak shejtën apo shejtresha. Dhe këta dy shembuj e dëshmojnë dhe tregojnë se në çdo rrethant të jetës njeriu mund ta njeh, ta pranoj dhe ta zbatoj, ta dëshmoj vullnesën e Zotit. Çka i pret këta të ri dhe të reja? Ne nuk e dim. Ju dëshirojmë një rini sa më të qetë, ju dëshirojmë një vazhdim të jetës në lumturi, në hare e në gëzim. Ju dëshirojmë mbi të gjitha të jenë atë çka duhet të jenë, dëshmitarët e Zotit. E Krishti në Ungjillin e sotëm thot, kush beson, ai shëlbohet, e kush nuk beson dënohet. Por besimi pa veprim është i mangët, është i cungët, është sikur njeriu me një kam, sepse ku ka fe e nuk ka dashuri, aty nuk ka jetë të krishterë. Dhe pikrisht që nana jonë Tereze nuk e ndau Zotin prej njeriut, apo njeriun prej Zotit. Nuk e ndau fen prej dashurisë, apo dashurin prej fesë. Ne jemi në shkallën e parë, besojmë. Por duhet të shkojmë në shkallën e dytë, jetojmë, dhe duhet të vim në shkallën e tretë, dëshmojmë. Prandaj, kësaj rinie e cila është përgatitur vitet të tëra për ditën e sotme për sakramentin e përforcimit. Marrë mend, dikur si poshtjet vogla, si bebe, ju kanë sjell prind dhe ju kanë lënë dorë të nunit apo nuneshës, kumarës apo nriklës. Dhe prej prindve dhe prej nunave apo nuneshave është kërkuar: a beson, a jeton dhe a dëshmon atë çka beson. Sot jeni ju ata që jo vetëm me gojë, por me zemër e me jetë do të dëshmoni: besoj, jetoj dhe dëshmoj. Në emër të shëtueshmës të rini, atit ton të mirë, birit e ti dhe vllaut ton Jezu Krishti, shpirtit shenjtë i cili është protagonisti i historisë. Mendoni pak. Mase 2000 vjet jemi të krishterë. Prej gojës së bekuar të Shënpalit dhe nxënësve të tij e kemi dëgjuar të partë tanë fjalën e Zotit. Por nuk e kemi dëgjuar vetëm me vesh. Se me vesh dëgjohet, hin me një vesh del tjetrin.
por e kemi dëgjuar me jetë dhe i kemi thënë Zotit dhe porosisë së Tij po. Prandaj sot ju jeni filizat e reja të një trungu të lashtë, ilir, arbror dhe shqiptar të krishterë mëse 2000 vjetë që lulloni, që e zbukuroni jo vetëm familjen e juaj, jo vetëm familjen e juaj, për kishën katolike në popullin tonë shqiptar. Por mos harroni se kush jeni, mos harroni se çka doni, mos harroni se si doni me arrit këtë gjë. Kush jemi ne? Jemi kombëtarisht i lirë, arbror dhe shqiptar. Jemi fetarisht të krishterë, që është prej kohës së lashtë apostolike e deri në ditët tona. Sa njerëz, edhe djallin krye me njerëz që i ka gjetë bashkëpunëtor, është munduar ta fikin zjarmin e shpirtit shenjtë. Merë në komunizmin dhe ateizmin, mase 50 vjeçare në Shqipëri, por edhe në vise tjera. E si që tha, kur ishte në Shkodër, tash Shën Pali i dytë, deshtën ta vrasin Zotin e vran vetveten. O rini e dashur, mos u bëni vras dhe vetvrasës, se nëse nuk jeni vetvetja, nëse nuk besoni, nëse nuk jetoni, nëse nuk dëshmoni, atëherë pani tradhti. Dhe tradhtia më e madhja është kur njeriu e mohon vetveten dhe Zotin, praninë dhe dashurinë e tij në jetën e krishterë. Prandaj sot zbashku me dy barit, me Don Non e Don Samuelin, zbashku me murgeshat që ju kanë përgatit, zbashku me popullin e Zotit, jemi këtu për t'ju thënë juve, jeni të krishterë, jeni dëshmitarë, jeni ata që besoni, jetoni dhe dëshmoni. Si kur shejtnush mjatrini, ati, biri dhe shpirti shajt që na i ka zbuluar dhe dhuruar Jezu Krishti. Jo për ta plotësuar mendjen tonë, arsyen tonë, trunin tonë, por për të na dhënë pjesën e trinisë shajte, për të qenë ne pjesëmarrës të kësaj jete që është jetë dashurie, jetë paqeje, jetë flijimi dhe dhurimi, jetë mbi të gjitha lumturie dhe pavdekësie. Prandaj, në ditën e sotme ju vulloseni. Vulla, kur ta shkruajsh një dokument, e shkruan datën, e shkruan vendin, e shkruan përmbajtjen, dhe në fund e nënshkruan kush e ka shkruar. Dhe fundit është vulla. Ju do të vulloseni me shpirtin shajt, që do me thonë, o shpirti shajt, vetja e tretë hyjnore, ti që i ke ndërmue parte tanë në sundimin e Romës antike, mendoni pak, miliona njerëz, ndër të cilët edhe të parte tanë, Shën Flori dhe Shën Lauri, Shën Niketa Dardan, Shën Asti i Durrësit e shumë tjerë, me gjakun e tyre e kanë shkruar një dokument, e kanë vullosur me shpirtin shenjtë. Prandaj, në dyndjen dhe ardhjen e botës slave, në sundimin 5 shekullor turko-otoman, kemi jetuar si uri në dhe, por s'kemi hjek dorë prej Zotit, sepse t'jeksh dorë prej Zotit, do më thonë ke hjek dorë prej vetës. Mohimi i Zotit është mohimi i vetës. Jemi nër popujt e rrallë, përsa di unë të vetmit që formulën e pagzimit të Palezit, të Zakut, të Madhit, Gjeç Kastrioti, Skënderbeut, e kemi filluar atë që ka është gjuha jonë.
dikur ilirët e kanë pas gjuhën e vetë, por gjuha botërore e madhe ka qenë latinishtja. Prandaj, këtu e kujtojmë edhe Shën Jeronimin, përkthys të Biblës dhe dietar të Kishës. Këtu i kujtojmë figurat madhore që janë Buzuku, Bogdani, Budi. Këtu e kujtojmë të madhin Gjerfishten. Këtu i kujtojmë sidomos të mdhajt për Zotin, si që përmena Don Shtjefën Kurtin, familitarin e juj të parë, e shënanën tonë Tereze, që e ndëron barbota. Në vendet e ndryshme ku njerëzit janë të krishterë, por s'janë të krishterë, janë formalisht të krishterë, e pash në Oslon dikur të ngrirë para 47 vjete në temperaturën -35. Nana Tereze e zdathur me sandale vjen. Pse vjen? Jo për të marrë shpërblim, por thot vjen në emën të Zotit dhe në emën të varfërve e të gërbullurve. Vjen jo për shpërblim, por për dëshmi, për të treguar se së fundi bota mbar do ta di se veprat e dashurisë janë vepra të paqes. Prandaj, nëse doni të jeni bi dhe bia të Nanës Tereze, nëse doni të jeni bi dhe bia të lumit të Don Shtjefën Kurti, nëse doni të jeni ilir, arbror dhe shqiptar, nëse doni të jeni bashkëpunëtor e Atit në birin dhe shpirtin shajt, atëherë jetoni si të krishterë. Dëshmone fenë juj jo me tradita, jo për sy e faqe, si që bajnë shumë e bajnë shmesher edhe ne, por me bindje, me orientim, me përcaktim, me krejt qenjen tonë. Dhe ju dëshroj, pejt madhe Zot, që dëshirat e juja, që andrat e ju jeni të ri, dhe duhet të androni, dhe keni të drejtë të androni, që dëshirat e juja më të mirat, që lindin në mendjen dhe zemrën tuaj t'i plotësoni. E kur keni me i plotësu? Bashkë me Zotin dashuri dhe me vllaun apo motrën njëri, siç na ka mësuar dhe na ka lënë testamentin shpirtëror, mesa e kësaj familje Shënana jon Tereze. Ndërmjetësoft Zotin, ndërmjetësoft Shënana Tereze, ndërmjetësoft i lumi Don Shtjefën Kurti për ju dhe për ne së bashku, që i vërtet jeta jon tjetë një him i lartësuar shejtush më stërini, Zotit Atit ton të mirë, birit e Zotit Jezu Krishtit, vllau ton dhe shpirtit shajt, frymëzues dhe veprus në kish dhe në jetën tuaj e në jetën ton. Amen. Qoftë lavdëruar Jezu Krishti. E dashura rini, a keni ardhur këtu me fe, me shpresë dhe me dashuri, ta dëshmoni dhe ta kërkoni për forcimin, sakramentin e pjekurisë së krishterë? A i bini mohit djallit e të gjitha veprave të tia? A besoni në hyjin Atin e gjithë pushtetshëm, krijuesin e qiellit dhe të tokës? Besoj. A besoni në Jezu Krishtin, birin e tij një të vetmin, birin e një hyj të vetëm të lindur prej Virgjës Mari, që psoi Poncin Pilat, vdiq dhe u varros, u ngjall së vdekuri, e u ngjit në qiell dhe rrinë të djathtën e Atit? Besoj.
A besoni në kishën shenjtë katolike, shoqërinë e shenjtëve, ngjalljen e trupit dhe jetën e pasosur? Besoj. Kjo është feja jonë, kjo është feja e kishës, është nder për ne ta dëshmojmë në Jezu Krishtin, Zotin tonë. Amen. Shumë të dashur, të lutemi Zotit, Atit të gjithë pushtetshëm, që të dërgoj mirësisht shpirtin shenjtë mbi këta të bi dhe bija të bijsuar nëpërmes pagëzimit. Ata janë rilindur në jetën e amshushme në pagëzim. Ai do t'i forcoj me plotësinë e dhuratave të tija dhe do t'i lyj që të bëhen me te të ngjajshëm me Krishtin, birin e hyjit. O hyj i gjithë pushtetshëm, Ati Zotit ton Jezu Krishtit, ti që e ke ripërtrir këta bi dhe bija të tu me ujë e me shpirtin shenjtë, duke i liruar nga mëkati, zbraze mbi ta shpirtin tënd të shenjtë ngushëllues, shpirtin e urtisë dhe të kuptimit, shpirtin e këshillit dhe të forcës, shpirtin e dijes dhe përshëndetërisë dhe mbushe me shpirtin e dijes sate të shenjtë në për Krishtin Zotin ton. Amen. Tash është riti i përforcimit, tash riti të dalim për ta marrë përforcimin.
Qamin kam, e tani ta thrasim hyin atin e gjithë pushtetshëm, lutja jonë të jetë e nizeshme në atë bashkim feje, shpresë dhe dashurie që Shpirti Shenjtë bën që të lindë në zemrat tona. Të themi me fjalë e sidomos me zemër, na dëgjo o Zot. Për ne që jemi përforcuar nga dhurata e Shpirtit Shenjtë, që të rrënjosur në fe të themëluar në dashuri, me jetën tonë të japim dëshmitë e mirë Krishtit. Të lutemi. Na dëgjo o Zot. Për ne të krezmuarit, të cilët e kemi marrë plotësinë e Shpirtit Shenjtë, që duke ju afruar altarit të Zotit, të marrim pjesë në flinë e Tij dhe në asamblenë e vëllezërve. Të lutemi. Na dëgjo o Zot. Për prindve nunat tonë, që janë bërë garant të fesë për ne të kryqëzuarit, që në përputhje me angazhimet e tyre të na ndihmojnë me fjalë dhe shembull, ta ndjekim udhën e Krishtit, të lutemi. Na dëgjo o Zot. Për kishën e hyjit të mbjellur nga Shpirti Shenjtë së bashku me Papën tonë Leonin e 14, Don Lursh Gjergjin dhe të gjithë i peshvit, që të rritet në bashkimin e fesë dhe të dashurisë deri në ardhen e Krishtit. Të lutemi. Na dëgjo o Zot. Për paqen e botë, veçanërisht në vendet e goditura nga luftërat, dhunat dhe patricit, që Shpirti Shenjtë i ndriçoj zemrat e udhëheqësve dhe të gjithë popujve, për të ndërtuar ura pajtimi, dialogu dhe vëllazërie. Të lutemi. Na dëgjo o Zot. Për të gjithë besimtarët e tu të pagëzuar në emër të Atit, të Birit dhe të Shpirtit Shenjtë, që mund të dëshmojmë me besnikëri dhe dashuri. Të lutemi. Na dëgjo o Zot. Për bashkësinë tonë famuljetare, që Shpirti Shenjtë të ri për tri, mes antarëve të saj, dhuratën e besimit, të shpresës dhe të bamirësisë. Të lutemi. Na dëgjo o Zot. O Hy, që e ke dhënë Shpirtin Shenjtë apostujve dhe përmes tyre edhe pasardhësve të tyre, ke dashur që dhurohen të gjithë besimtarëve Shpirti Shenjtë, dëgjoje uratën tënde dhe vazhdo sot në bashkësinë e besimtarëve mrekullinë që dashuria jote ka vepruar
je shajt o Zot, burim i çdo shenjtërie. Ty pra, po të lutemi, shejtroj këto dhurata me hirin e shpirtit tënd, që të bëhen për ne korpi e gjaku i Zotit ton Jezu Krishtit. Ai, kur vullnetarisht po pranon të mundimet, mori bukën, të falenderoj, e theu u dha nxënësve të vetë dhe tha: merrni e hani të gjithë prej këtij, ky është korpi im që do të lijohet për ju. Po ashtu, pasi u krye darka, mori edhe kelkun, përsëri të falenderoj, u dha nxënësve të vetë dhe tha: merrni e pini të gjithë prej tij. Ky është kelku i gjakut tim, i beslidhjes së re dhe të amshuar, që do të derdhët për ju e për shumë njerëz për faljen e mëkateve. Bëni këtë në përkujtimin tim. Misteri i fesë. Prandaj, o Zot, duke përkujtuar vdekjen e ngjallën e birit tënd, po ta kushtojmë bukën e jetës dhe kelkun e shpëtimit, e po të falenderojmë që na lejove të qëndrojmë para Teje e të shërbejmë Ty. Po të lutemi me përbujtëri që shpirti shajt të na bashkojë në një trup të vetëm të gjithë ne që po marrim pjesë në korpin e gjakun e Krishtit. Le të bjerë ndërmend o Zot për kishën tënde të shpërndar në katëran të botës, për sosën e dashuri bashkë me papën tonë Leonin e 14, me i peshvin tonë Dodën dhe me gjithë klerin tëndë. Le të bine mend për vlezrit tanë motrat tonat së të pushuan me shpresë të ngjalljes edhe për të gjithë ata që vdeqën e me shirën tënde, pranë edhe ata në dritën e fytyrës sate. Po të lutemi kim mëshira për ne të gjithë, që të bëjmë pjesëtar në jetën e pasosur me Marin Virgjën Hylince, me Shën Jozefin fatin e saj, me shenjtë apostujve me të gjithë shenjtrit, që gjithëherë të pëlqyen, që të madhrojmë e të lëvdojmë në për Jezu Krishtin, birin tënd. Në për Krishtin e me Krishtin dhe në Krishtin, Ty o aty gjithë pushtetëshë, në bashkim më shpirtin shërë, të qofdon dhe rim e lavdit, për të gjithë shekuj të shekujve. Të përforcuarit dhe të përforcuara sot kanë të drejtë të plot, jo vetëm me gojë, por me zemër t'i thojnë ati ynë, baba ynë, por edhe gjithë ne të pakzuarit në meritën e Krishtit shëlbusit ton, i cili për ne dhe për shëlbimin ton vdeq, unë gjallë se vdekun i unë gjitë në qilë dhe bashkë me atin e dërgoj shpirtin shajt, atëherë, me fe, me shpresë dhe me dashuri, i përsëritim jo vetëm fjalë, por mbi të gjitha dëshirat e zemrës së Krishtit që janë në përputhje me zemrën tonë. Bashkë me Krishtin dhe me kishën, edhe ne lutemi. Ati ynë që je në qiell, u shejtrof emri, artë mreteja jote, u bafë vënesa jote,
si në qiell ashtu në tokë, bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal tona, si falim ne fajtorët tanë, e mos na lë të bimë në tundim, por na liro nga i keqi. Na liro, po të lutemi, o Zot, prej të gjitha të këqijave, dhe për mirësinë tënde na e paqen e ditët tona, e në sajë të mëshirës sate, do të lirohemi për gjithmonë prej mëkatit, e do të jemi të sigurt prej çdo turbullimi, duke pritur shpresën e lume ardhjen e shpëtimtarit ton Jezu Krishti. Ti o Zot e mbret, ti je mbështetësi, ti nuk përnamshëm. O Zot Jezu Krisht, ti u ke thënë apostujve të tu, pëjle paqen, po jap paqen time. Mos i shiko mëkatet tona, por fen e kishës sate, jepi asaj sipas vullnetit tënd paqe dhe bashkim. Ti që jeton e mbretëron në shekuj të shekujve. Paqja e Zotit qoftë gjithmonë me ju. Të ndalemi pak para se t'ja shtrim dorën njëri tjetër. Krishti shërbuesi ynë nëpërmes dorës vllaut apo motrën ta shtrin dorën dhe ta dëshën paqen e pajtimin. Jepneni njëri tjetrit shenjë e paqes. Ja Krishti, qenxhi i hyj, ja ai që i shlyn mëkatet e botës, lumë ata që janë të thirrur në gostinë qiellore. O Zot, nuk jam i që të marr pjesë në kryezën tënë, por thuaj një fjalë të vetme e shpirti im dhe të shëroj. Është momenti kur gjithë ata që janë përgatitën të rrëfym me marrë këngimin shenjt, mes do të marrin ministrantat, atëherë të krizmumit, këtë anë edhe në anën tjetër, dëmeshtar dënë Samuel edhe unë do të dajmë këngimin shenjt. Pra në qetësi, në heshtje, deri në përfundim meshës, me përshpirtëri ta përcjellim meshën shenjtë, por të marrim pjesë në këngimin shenjt.
lutemi. Na vlef për shpëtimin e trupit dhe të shpirtit, o Zot, ky ynë kungimi i shajt që morëm dhe dëshmia që bëm në nder të një hyjt e vetëm në ti personat hyjnore, në për Krishtin Zotin ton. Në barim të meshës, në emrin tim dhe të Don Samuelit, e falenderojmë Zotin për këtë mundësi që na i ka dhënë, por e falenderojmë edhe Monsinjor Lurë Gjergjin, një meshtar i cili tërë jetën e vetë ja ka kushtuar kishës dhe kombit, e në veçanti mesës son të kësaj famulje Shënon Teresës. E falenderojmë për ndarjen e sakramentit të kresmimit, i dëshirojmë shëndet, jetë të gjatë. Ky mas shumë të ka shkruar libra për Nanën Teresë, edhe unë i kom shru një dy, pramja dhe është një atimin, e shpresoj që nuk kam më kritikue, që ose kom gabu dishka në libra, sepse pikrisht Don Lusha është një ofsi mirë i Shënon Teresës. Faleminderit Don Lush. Sot është festa të Trinisë Shenjte. Nesër fillon muji qershor, muji kushtum zemrës Krishtit. T'ja paraqesim familjet tona zemrës Krishtit, dhe gjatë këtij mujit në familjen tonë do t'jetë rozaria dhe litanitë e zemrës Krishtit. Mesht do t'jenë në ora 18 përpos të premtës, mesha do t'jetë në ora 19. Tajten është festa ornume, festa e korpit dhe gjakut e Krishtit. Këtë ditë, shitnushmi sakrament, qitet jashtë kishës, bëhet procesioni me shitnushmin sakrament për ta beku venin dhe për ta falenderu Krishtin që është i pranishëm shitnushmin sakrament. Mesh do t'jenë të tajten në ora 9 dhe në ora 18. Në ora 18 do t'jetë procesioni me shitnushmin sakrament. Të shtunën, shoqata Dom Shtjefën Kurti do të organizon një shtrektim në Zvicër, Maria Shtajn, shejtnorja Zojës së bekume, ku do të mbledhen besimtarët e familjes sonë për ta kremtu meshën, por edhe për të nejtë së bashku do t'jetë një koktej pas meshës. Pra ju thras gjithë juve ku shka mundësi me ardhë në këtë takim, po ashtu i thras diasporën tonë që të bashkomi për të falendru Zotin dhe për të hecë për para, sepse vitin tjetër familja jonë do të shtekton të varri i Shënrokut, pajtorit të familjes, dhe të varri i Shnanotat, e janë afër atje, sepse varri i Shënrokut është në Venedikt, kurse varri i Shnanot dhe gjuha e paprishun e tij është në Bazilikën e Padov. Aty janë afër qytetet dhe kështu do të vizitojmë pra dy shejtnore tona të rëndësishme, sepse Shënroku është pajtori i familjes sonë. I falenderoj besimtarët nga Beci që janë të pranishëm, po i shoh një numër të mirë,
E falenderoj Don Samuelit, Don Samueli është njep i Domdet Ramës. Domdet Rama i ka qenë familjetari jonë këtu në Novosel. Pra, Don Samueli është i lidhur me familjen tonë, me Novoselën, sepse Domdeta këtu ka punu shumë dhe njohin krejt besimtar Domdetën. Pak u ka një vështirë, po u ka një mirë, një meshtar i cili e ka dashur këtë vend dhe ka punu shumë për këtë vend. Falenderoj për Don Samuelit, i falenderoj motrat edhe të familjes Novoselës edhe të Becit për punën që e bajnë me ju besimtar, me trit që kanë dhënë katekizëm dhe i kanë përgatit këta tri për kresmim. Falenderoj motrave për shërbimin që e bajnë në dy familjet, Zoti i shpërbleft me të mirat e veta. I falenderoj edhe ministrantat, edhe korin që janë gjithmonë gatshëm në këto festa, por dhe çdo dile që zbukurojnë meshën dhe këndojnë në ndere lavë Zotit, kurse ministrantat shërbejnë pranë elterit të Krishtit. Zoti i shpërbleft me të mirat e veta. Faleminderit shumë gjithëve që jeni të mirë, kur doni një shumë të mirë, vazhdoni më kanë të mirë, do Lushin a tha, do të më kanë edhe shqiptar të mirë dhe katolik të mirë, menoj që për dy gjana mujë mi majtë, më kanë edhe shqiptar dhe katolik të mirë, pra dëshmoni fenë tuaj dhe kombin tuaj. Sot një javë janë zgjedhjet në Kosovë, se i cili do të voton si pas ndërgjegjes vetë dhe do të me votu gjithë. E di që një lodhë se shpesh në zgjedhje, por nështë ta dëllë më në lodhë politikanë, por në nuk lodhëm, edhe do të me dalë në vota për me votue, ju e dini ka doni me votu, pra me ndërgjegje, jo me shantaj ose me gjona tjera, por me ndërgjegje do një me adhon votën ati që me nëni që duhet me jo theqë për 4 vjetë. Mesh që javës thanën për shpite Lek Gjonit, martën për shpite Drane Mirakaj, të mërkurën për shpite Marte Mirakaj, të ejtën për shpite Mhil Dedaj, të premtën për shpite Sep Dodaj, shtunën për shpite Hana Dodaj, dilën e para për popull, e dyta për shpite Nikol Dodaj, e treta për shpite Tun Palokaj. Urime të krizmumve, mirë kemi qenë. Unë s'kom qef me rreshu blaka në kishë, se kisha është nuk ka teatr, po është në vend ku thëjmorat, po faleminderit, urime prindve, nunave dhe nuneshave. Me të vërtet kanë qenë të mirë, pak ju kena ba të rësni, ju në tut pak, por unë e kam natyrën pak shto matë rrept, por nuk jam pas shumë i rrept, por faleminderit edhe urime me të mira. Tash do t'japëm një dëshmi që e thras Don Samuelin që t'ju ndanë dëshmit, që e keni marrë krizmimin, atëherë Don Lushi do t'na jep bekimin, pas bekimin do t'a bëjmë një foto këtu të përbashkët, edhe atëherë me prind do të bëjmë foto me çdo njërin të krizmum, do të bëjmë foto ju tjertë, na pret një jashtë atje, është moti mirë, edhe shijan e motin, edhe bukurin që e kemi u borën e bukur, edhe që e kemi venin e bukur. Besian Prenaj. Sebastian Prenka. Fabian Uka. Ardian Uka. Raimond Dazzoli. Emanuela Dodaj. Kristina Nikaj. Marina Gjergjaj. Samuela Frokaj. Barbara Frokaj. Elona Gjuraj.
Leona Gjokaj, Nikolina Dedaj, Noel Dedaj, Elsa Kolaj, Elton Kurtaj, Edonis Kurtaj, Dion Bushaj, e lam bushin mat fortin mat mramin e lam. Zoti qoftë me ju. Hi i bekov, hi ati gjithë pushtetëshem, që nga ujë dhe me shpirtin shajt, ju berit të rilindin i si bi dhe bia të adoptuar, a ju dhash dashurin e vet atërore. Ju bekoft Jezu Krishti biriti i vetëm që e ka premtuar kishës së tij pranin e përhershme të shpirtit të së vërtetës, ai ju forcoft në shpalljen e fesë së vërtetë. Ju bekoft shpirti shajt që ndezin e zemrat e nxënësve zjarrin e dashurisë, dhe ju mlodhi së bashku, ai ju shoqëroft me gëzimet e mbretërisë hyjnore. Dhe hyj gjithë pushtetshëm, ati e biri e shpirti shenjtë, qoftë dhe mbet gjithmonë me ju. Mesha u krye, shkoni dhe jetoni në pace.